Strukturat e policisë Elbasan në bashkëpunim me operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike vijojnë aksionin e kontrolleve tek abonentët privat, të cilët dyshohen të jenë vjedhës së energjisë elektrike. Nga ana e policisë njoftohet se edhe gjatë 2 ditëve të fundit ka vijuar aksioni intensiv për ndërprerjen e abuzimeve me energjinë elektrike, identifikimin dhe vënien paradrejtësisë së autorëve të cilët kryejnë lidhje të paligjshme të energjisë dhe vjedhje të saj. Gjatë 24 orëve pas kontrolleve të ushtruara është marrë masa arrestit në flagrancë ndaj një shtetasi, procedohet në gjendje të lirë një shtetasi dhe shpallet në kërkim një tjetër. Nga komunikata e policisë shpërndar për mediat bëhet me dije se gjatë mëngjesit të ditës së njëjtë është arrestuar një shtetas në fshatin Bradashesh. Ky shtetas në bashkëpunim me specialistë të OSHE në lokalin e tij, në fshatin Bradashesh, në aparatin matës të energjisë elektrike në kundërshtim me ligjin, kishte bërë ndërhyrje të paligjshme. Ndërkohë, policia njofton se është proceduar në gjendje të lirë një shtetase në fshati Katundi Ri, pasi në bashkëpunim me specialistë të OSHE, kjo shtetase ka bërë ndërhyrje në matësin e energjisë elektrike në biznesin e saj privat. Policia njofton se është në kërkim edhe të një pronari tjetër biznesi, i cili është identifikuar dhe akuzohet për ndërhyrje në matësin e energjisë elektrike në biznesin e tij privat. Ndërkohë, vijon kryerja e veprimeve procedurale për rastet e tjera të konstatuara nga strukturat e policisë së Elbasanit.